Po mendoni për një udhëtim të gjatë ose për pushime verore dhe përpara se të niseni, duhet të kontrolloni makinën nëse ka ndonjë defekt apo jo. Por përpara se të nxirrni portofolin dhe të shkoni tek mekaniku, hajde të zbulojmë 5 mënyra se si mund të verifikoni nëse makina ka vërtet ndonjë problem apo jo. Nëse çdo gjë është në rregull në kroskotin e makinës, pra nuk është ndezur asnjë llampë njoftuese, gjëja e parë që duhet të bëni, edhe pse nuk keni prekur ndonjëherë ose nuk keni parë ndonjëherë motor makine, sepse nuk keni eksperiencë, gjëja e parë është të hapni kapakun e motorit. Në këtë video do të shohim bashkë se si mund të bëjmë një kontroll të makinës përpara se të nisemi në një udhëtim në pak minuta. Ja ku jemi përpara motorit dhe është shumë e rëndësishme në fakt që makina të ketë pushuar të paktën 2 orë të fundit, ose është e mira që ta shikoni të nesërmen në mëngjes pasi ka ndenjur gjithë natën. Dhe gjëja e parë që duhet bëni është të gjeni shufrën e vajit. Zakonisht shufra e vajit ka një tap të verdh ose portokalli, por ka edhe makina që nuk kanë shufrë vaji. Ju e dini tashmë që Mercedesat janë disa modele që nuk e kanë atë shufrë vaji dhe kanë një matje tjetër, por ndoshta do t'ua rishpjegoj në një video tjetër. Nxjerrim shufrën e vajit dhe me një pecet e pastrojmë, e fshim një herë. E vendosim prap. Dhe rinxjerrim për të parë nivelin e vajit. Nëse makina ka harxhuar vaj apo niveli i vajit shënon poshtë minimumit, zakonisht ky lloj makine nuk më ka harxhuar vaj dhe është në mes maksimumit dhe minimumit, pra është në mes dhe është okay, por ajo matja tjetër që mund të bëni, nëse i ka rënë niveli i vajit, me patjetër duhet të shtoni vaj sepse rrezikoni të prishni motorin. Por bëj një provë tjetër për të parë nëse makina ka nevojë për të ndruar vaj filtra apo jo. Pra, e ka ruajtur vaji ende viskozitetin apo është bërë për të ndruar? Vaji nuk është i trash, është i holl, kështu që mendoj se nuk është koha për t'i ndruar vaj filtra, jemi mirë, do kursejmë ca para. Pasi keni matur nivelin e vajit dhe viskozitetin e vajit, hapi i dytë që duhet të ndërmerrni është të masni dhe nivelin e ftoksit, jo ujit, sepse shpesh herë në Shqipëri përdoret uji në vend të antifrizës. Është shumë e thjeshtë, në fakt është një depozit e vogël transparente, gjithmonë duhet ta shikoni nivelin e ftoksit me makinë të fikur dhe të ftohtë. Kjo është edhe depozita e lëngut ftohës, të antifrizës, pra, jo ujit, pavarësisht se shpesh herë mushet me ujë, dhe për ta parë nëse çdo gjë është në rregull, prodhuesi kësaj depozite i ka vënë edhe shenja, nivel maksimum dhe minimum. Pra gjithmonë lëngu duhet të qëndrojë mes maksimumit dhe minimumit. Nëse makina është nën minimum, do të thotë që diçka nuk shkon mirë me ftohjen e motorit dhe ose makina ka harxhuar lëngun, ujin, kështu që duhet parë. Në këtë rast niveli është në rregull, nuk ka harxhuar ujë makina dhe shpesh herë shoferët e rinj përgjithsisht e ngatrojnë ose kur kanë mbi nxehje të motorit, hapin kapakun e motorit dhe nuk dinë se ku t'ia hedhin ujin, ftoksin e tjera me radhë. Shpesh e ngatrojnë me këtë tapën këtu që është e ujit të xhamave, por kjo është lehtësisht e identifikueshme sepse mbi tapë ose zakonisht janë shenja që tregojnë avuj të nxehtë uji dhe që të njoftojnë që nuk duhet ta hapësh kur është makina e ndezur dhe e nxehtë. Një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e kontrollit të makinës është edhe niveli i lëngut të frenave ose siç jemi mësuar ta dëgjojmë alkooli i frenave. Zakonisht është një depozit e bardhë e cila ndodhet përballë timonit, pra nga pjesa e motorit përpara timonit ose përpara shoferit të makinës. Sigurisht që niveli duhet të jetë midis maksimumit dhe minimumit
Dhe shpesh herë njerëzit e neglizhojnë këtë gjë dhe nuk e shohin nivelin dhe vetëm shprehen se vura këmbën frena, po nuk frenova dot apo nuk frenoj makina e të tjerë. Përveç problemeve që mund të vinë nga sistemi i frenimit apo ABS-it e tjera me radhë, në shumicën e rasteve kjo ndodh edhe për shkak të nivelit të ulët të lëngut të frenave ose alkoolit të frenave, ose kur konsumohen ferrotat, ky lëng konsumohet më shumë dhe duhet ta kontrolloni gjithashtu edhe për ndonjë rrjedhje të mundshme. Pika e 4 që duhet të keni parasysh përpara se të shkoni tek mekaniku apo përpara se të niseni për pushime janë edhe kontrolli i presionit të gomave, sepse një gomë që nuk është në presionin e duhur nuk frenon si duhet dhe është burim aksidenti, përveç të tjerave konsumon dhe më shumë karburant. Zakonisht presioni i gomave shënohet tek korniza e dyerve. Nuk e kemi këtu. Ja, nuk e kemi as këtu. As tu nuk e kemi. Nuk i kemi as kundi. Si t'ja bëjmë, si mund të shohim kontrollin e gomave? Mos harroni që prodhuesit kanë edhe manualin e përdorimit makinës, kështu që mund ta shikoni aty. Gomat e përparme duhet i fryni 2.3 bar nëse gomat janë 16 dhe mbrapa 2.1 bar, pra 33 psi me 30 psi, sepse sigurisht përpara është edhe pjesa më e rëndë e makinës, është motori dhe duhet të jenë të fryra më shumë se sa pjesa e pasme. Dhe hapi fundi që duhet të bëni është të kontrolloni edhe filtrin e ajrit, ja, shumë thjesht dhe shumë kollaj e hoqa. Zakonisht qëndron në një kuti të madhe të zezë plastike. Ky është filtri, është bërë për të ndruar, sepse në Tiranë ose në Shqipëri ka shumë pluhura edhe e mira është që të ndrohet 2 herë në vit, nëse ti vaj filtrat t'i bën 1 herë në vit ose në 10.000 kilometra po themi, e mira është që filtrin ta ndërrosh 2 herë, sepse ndihmon makinën të qarkulloj më lirshëm dhe të marrë frymë më mirë dhe të konsumoj më pak karburant. Dhe ja ku jemi, vetëm në 5 minuta ti pa ndihmën e asnjë mekaniku ke arritur të kontrollosh gjërat kryesore në makinën tënde. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të bësh like dhe subscribe dhe më ndihmo që ta shpërndajmë këtë mesazh tek shoferët e rinj dhe tek ata që nuk e kanë një informacion kaq të thjeshtë dhe bazik.